Bota do të vuaj. Ja që kanë parashikuar Baba Vanga dhe Nostradamus për vitin 2025. Luftra botërore, vdekje masive dhe vizitor alien. Prit pak. Përpara se të hapim panik, le të mendojmë. Baba Vanga, një grua e verbër dhe gjysmë analfabete nga Bullgaria, vdiq në 96-ën pa i shkruar parashikimet e saj. Kjo ja lehtëson punën atyre që duan të sajojnë lloj-lloj parashikimesh nga Baba Vanga. Duke qenë se nuk ka prova me shkrim për parashikimet e saj, zonja Vanga mund të detyrohet të thotë çfarë të dojë çdo kush. Por astrologu i famshëm francez Nostradamus ka parashikuar luftra, sëmundje dhe fatkeqësi natyrore në librin e tij Profecit. E vërtet, po viti 2025 nuk përmendet as pak në këtë libër. Pastaj, a i besohet Nostradamusit? Ja që parashikoj ai për vitin 1999. Viti 1999, muaji i 7, nga qielli do të dalë një mbret i madh i terrorit për të rikthyer në jetë mbretin e madh të mongolëve, para dhe pas Marsit të mbretëroj me fat. Mban mend të ndodhur diçka e tillë në 1999-ën? Kujdes, kush të ren, nuk të do.